Përshëndetje miq, ta po tregoj një ushtrim, qëse një gjën e dhimbje poshtë gjujtve edhe para mrapa. Domethënë, kur doni me tërhe gishtet lart nga vedi, inshallah nuk ka shky me çorap për nesër. Qëse shky me mos shifni hiç. Qëse një gjën e dhimbje, adin këtë poshtë gjujtve, jo të kretë gjënë poshtë gjujtve, ose të artikulacionet, domethënë të femrat, ose të shputët, ose mrapa ky ushtrim apo stafat për këtë punësht. Kur esni, një qose një gjën dhimbje, kur e vesh në puc, qose një gjën dhimbje, e zam se kene problem një herë një gjatë e korizin, edhe shfaqet dhimbje të poshtë gjujtve. Për çdo lloj dhimbje që kene poshtë gjujtve, mrapa, të pulpi, ose të shputave, ose të artikulacioni, silën ushtrim do të vëlla, ushtrim shumë thjesht, shumë kollajshme miq, edhe shumë efektishme. Fill ta po tregoj. Një peshqir e merrni, e keni fut poshtë komen, i tash, e bani ushtrimin. Shif. Adenat që të makinët të pastron ujin, domethënë. Nuk e di si ishte emrin, tash e kam harru. Keni vu komen, djasas majtës edhe të qënë sip. Edhe mënonë me drejtu komen. E keni u ditash poshtë pra, levizin, kra djasas majtës. Mos harroni këtë pjesë, se këtë pjesë kur bani këtë levizjen, e një gjë në fill levizjen e të dhimbje, që keni qetëson, domethënë, e fut punë, domethënë, atëherë të artikulacionet edhe të shputat, efektishme. Atëherë kur drejton në komen, një gjë në efektin e të. E vani këtë majtas djasas, e qojnë e hava, edhe do të dëgjurat djeksin e të. Kjo është. Djasas majtas, e kene që hava, edhe e kene lënë lirshëm. Para ditë e darkë, 5 minuta, edhe mund të esësh mrapa. Ditë edhe mrapashme.